Negociatat 2 dekadëshe dhanë rezultat. India dhe Bashkimi Evropian njoftuan të martën se kanë arritur një marrëveshje të tregtisë së lirë për të thelluar lidhjet ekonomike dhe strategjike. Kryeministri i Indisë Narendra Modi, së bashku me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, dolën para mediave në New Delhi në një sër pozash festive. Ujdia është një nga angazhimet më të mëdha dypalëshe në tregti dhe vjen në kohën kur Washingtoni po planifikon vendosjen e tarifave të larta të importit për Indinë dhe BE-n. Prime Minister, distinguished friend. Kryeministër, mik i nderuar, ja dalëm. Ne realizuam nënën e të gjitha marrëveshjeve, po krijojmë një treg prej 2 miliard njerëzish dhe kjo është historia e 2 gjiganteve. Ekonomia e 2 dhe e 4 më e madhe në botë. Është mesazh i fortë se bashkëpunimi është përgjigjja më e mirë ndaj sfidave globale. Eni Koqiri theksoi se marrëveshja përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ruajtjes së ekuilibrave botror. Po shohim shumë trazira sot në rendin global. Në një kohë të tillë, partneriteti midis Indisë dhe Bashkimit Evropian do të forcojë stabilitetin në sistemin ndërkombëtar. Negociatat mes palëve morën një shtysë të re pas taktikave të forta të presidentit të SBA-s Donald Trump mbi tarifat dhe Grenlandën. Një nënshkrim zyrtar i marrëveshjes mund të vijë më vonë këtë vit, pas një shqyrtimi ligjor të tekstit, ndërsa pritet të hyjë në fuqi diku në fillim të vitit të ardhshëm pas ratifikimit nga Parlamenti i BE-s.